faktin nëse kërkesa është bërë në ndikime politike apo të natyrave të tjera të paligjshme, më lejoni të ndaloj në arsyetimin e këtij roli që ka Kuvendi, shumë shkurt. Ndonë se nga mbrojtësit e deputetes Belinda Balluku në mbledhjen e Këshillit të Rregullores, Mandatit dhe Imuniteteve nuk pati pretendime për një kërkesë të motivuar politikisht në rastin e ushtrimit të ndjekjes penale dhe hetimit ndaj deputetes Belinda Balluku, ama Këshilli konstaton një fakt publik. Kallëzimi i parë i bërë në gusht të vitit 2024 është bërë nga Lulzim Basha, ish kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe kallëzimi i dytë është bërë në shtator të vitit 2024 nga, në mos gaboj, sekretari i Partisë Demokratike, deputeti Gazmend Bardhi, sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antar në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve, për të cilin unë e kam theksuar dhe në mbledhjen e Këshillit që në rastin konkret ka qenë në kushtet e konfliktit pastër të interesit, pasi është edhe një nga kallëzuesit e kësaj vepre. Më vonë pastaj, në vitin 2025, këto dy procedime penale janë bashkuar në një procedim penal të vetëm dhe që sot mban një numër unik procedimi mbi bazën e cilit po zhvillohen hetimet ndaj deputetes Belinda Balluku. Vlen theksohet se viti 2024, pra koha kur u bën kallëzimet për këto, për veprën penale shkeljes barazisë në tendera apo ankande publike, të parashikuar nga neni 258.2 i kodit penal, që nuk është një vepër korruptive, është një vepër me natyrë administrativo penale, koincidon me një periudhë parazgjedhore dhe me një situatë sigurisht të nxehtë politike. Pastaj u zhvilluan zgjedhjet e 11 maj 2025 dhe fillma zgjedhjeve kemi përsëri një ashpërsim të gjuhës politike në këto drejtim, çka e ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës këtë proces.